Berishës ta e vërteta është më e madhe. Është më e madhja. Dhe në momentin kur ti ke qenë në vendimarrjen tënde, dhe këtu stiset një proces penal, se këtu rre pyetja juaj. Stiset një proces penal që s'ka fakt, nuk ka fakt penal. Pyetja ime ishte direkte. Çfarë do bëja unë? Jo vetëm aq, jo, ishte për zonjën gjyqtare, e cila është kaq shumë e anatemuar. Kaq shumë i kanë kërkuar asaj, domethënë në rrethana të tjera, do të duhej të kishte rënë nga pozicioni, do të kishte rezistenca e saj, mënyra se si e mbajnë atë. Më tregon mua. Atëre faleminderit për sqarimin. Shiko, ajo nuk duhet të ishte gjyqtare. Dhe tashi që është futur në këtë qerthull, ajo nuk ikën. Rasti që ju thoni, absolutisht një gjyqtare e cila pala ngrihet dhe kërkon përjashtimin e saj, dhe është bërë gjyqi në Greqi, 2 gjyqe, jo 1. Është bërë gjyqi administrativ dhe gjyqi penal për falsifikim. Dhe ajo prap mohon dhe vazhdon del në sallë të gjyqit. Kjo është çështje e saj morale, por së pari. Po kush e mban atë? E mban sistemi i drejtësisë. KLG, Inspektorati i Lartë i Drejtësisë. Të gjitha këto që janë të kapura. Kjo është reforma në drejtësi. Dhe çështja Berisha, për hir të së vërtetës, ishte letra e lakmusit, e cila tregoi cila është reforma në të vërtetë, si janë rekrutuar kjo trup gjyqtarësh dhe prokurorësh, çfarë roli luajnë ata, sa të drejtë janë ata, sa zbatojnë ata ligjin dhe kushtetutën. Ka ndalur zbuluar komplet. Për aq pjesë sa preku çështja Berisha. Llogarisni që tash të flasim edhe fuqinë, edhe përfaqësimin, edhe gjitha, nuk mund ta ketë çdo shtetas si zoti Berisha. Mirë ne themi se thonë gjithë avokat, po natyrisht unë jam avokat dhe sigurisht kushdo nga teleshikues mund të thotë që je subjektiv në këtë pjesë. Por ne nuk kemi intimiduar apo nuk kemi orientuar Strasburgun, që nxori leading case. Pra janë shkeljet e kësaj gjyqtareje që thatë ju, të konstatuara në gjykatë ndërkombëtare. Dhe kjo vazhdon dhe vazhdon. Tashi kjo është një fatkeqësi e madhe, e cila ekziston në këtë formë sepse reforma është rreth vicioz. Pra është votuar me 140, por ikje nga parlamenti, opozitës i dha mundësinë ta implementonte në mënyrë të njëanshme dhe e kanë bërë siç kanë dashur. E filluan me kodin e procedurës penale. Në kodin e procedurës penale eduktuar të gjitha vendet që japin të drejtën një të gjykuari ose një të pandeuri në proces. Është kthyer në kod të prokurorit. Pse bëhet kjo? Pra kap gjyqtarin, kap prokurorin, jep dhe kodin, ja fut dhe fishekun në gojë, edhe thua dil tash. Edhe thot gjykata, foli gjykata. Po s'është gjykata. Ajo është Edi Rama në sallë të gjyqit. Ka bërë statusun. Trupi gjykuesi përbër nga Edi Rama, profesor nga prokurori Edi Rama, asistor nga sekretari Edi Rama. I pandeuri Edi Rama, i mbrojtur nga avokati Edi Rama. Pra gjithë procesi. Dhe kjo është kapja. Okej, flasim pak për atë që do ndodhi. Po kuptoj unë këtë, ta mbyll. Po. Këtë e kuptoj sepse nuk ka fakt penal çështja e Berishës. Pra ç'është fakti penal? Pra ti e ke të provuar që ka ndodhur, po është vrarë filan shtetas, dhe ti kërkon autorin. Dhe ti akuzon dikë tjetër për dikë tjetër, pra autorin e vërtet. Po kur nuk ka të vrarë dhe ti të akuzosh për vrasje, kërkosh autor, pa pasur vepër. Kjo është e tmerrshme. Pra dhe themun që ka profil